Atë dheu nuk është pasion për ta udhëhequr, atë dheu është dashuri. Këto janë ndër vargjet në librin autobiografik të veprimtarit të çështjes kombëtare Ramadan Bunjaku Dani, i cili u promovua me rastin e 1 vjetorit të ndarjes nga jeta. Pikërisht, para 1 viti, me 21 maj 2024 ndërroi jetë njërin nga ish të dënuarit politik shumë i respektuar Ramadan Bunjaku, i cili e la një boshllëk jo vetëm në familjen e tij, por edhe për shoqërinë tonë. Ai kur nuk u bë viktim e sistemit, ai ishte një njeri që nuk u përkul përballë represionit, por që e ktheu vuajtën në një forcë. Ky roman autobiografik është zëri i epokët erë. Një dëshmi tronditëse e qëndresës njerëzore përballë dhunës. Edhe familjarët u shprehen krenar për kontributin e tij për atë dheun. Kisha pas vllahun si shkëmb, edhe si shkëmb ka mbetur, kur nuk ka qenë i shumë. Edhe gjithmonë ka qenë, jemi krenar në të, se gjithmonë ka qenë i nderuar edhe i respektuar. Ishte një simbol i qëndresës, i guximit, i përkushtimit ndaj idealeve të lirisë, dinitetit kombëtar, drejtësisë dhe paqes sociale. Ndërsa bashkëshortja Danit Drita Bunjaku falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen në promovimin e librit.